Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Frigoriferi po ju turpëron. Ja si ta pastroni vetëm me një produkt të thjeshtë. Frigoriferi është një nga pajisjet më të përdorura në shtëpi, pasi punon në çdo orë të ditës, prandaj edhe organizmi i tij duhet të jetë i përkryer, në mënyrë që organizimi i ushqimeve brenda të mos krijojë edhe ndryshime të aromave të tij. Imagjinoni të gjithë herët që keni hapur frigoriferin dhe ju ka pushtuar një miks me aroma të këqija. Magazinimi i një morish ushqimes së bashku mund të sjellë rrezik në krijimin e aromave të forta të këqija. Për fat të mirë, ushqimet arrin të balancojnë në njëra tjetrën, prandaj në këtë video do ju tregojmë disa mënyra natyrale se si mund të hiqni qafe fare lehtë erën e keqe nga frigoriferi. Një mënyrë e mirë është edhe përdorimi i limonit. Një nga mënyrat më të njohura është një fetë e limonit. Mjafton të vini një pjatë të vogël me disa feta limoni. Vendoseni pjatën në fund të frigoriferit dhe aroma e keqe do të zhduket. Kujtoni të zvendësoni fetat e limonit të paktën një herë në javë. Edhe llumi i kafes do të ofrojë një lehtësim në largimin e erës së keqe të frigoriferit. Merrni të gjithë llumin që ju tepron nga kafeja dhe e vendosni në një tas të vogël ose në një filxhan. E lini të thahet në frigorifer në mënyrë që të thithë të gjithë aromën e keqe të tij. Edhe përdorimi i trukut me patate është një mundësi e shkëlqyer. Patatet janë të shkëlqyera për të përthithur aromat e këqija. Mjafton të qëroni dhe të lini në frigorifer për disa ditë. Mos harroni ta hiqni pas disa ditësh, pasi me kalimin e kohës, patatja prishet duke kontribuar në shtimin e aromës së keqe. Përdorimi i uthullës së mollës gjithashtu mund të jetë një mundësi e shkëlqyer. Uthulla është një pastrues i thjeshtë dhe efikas. Mjafton të mbushni një gjysmë gote me uthull dhe ta lini për një javë në frigorifer. Zvendësojeni me një gotë të re çdo javë. Hiri. Hiri është një mënyrë më pak e njohur për pastrim, por është një metodë shumë e mirë në reduktimin e aromave të këqija. Mjafton të vendosni një sasi të hirit në një enë të vogël dhe ta lini në një cep të frigoriferit. Mënyra më e mirë për të mbajtur larg aromat e këqija është ambalazhimi të gjitha ushqimeve dhe mbajtja e tyre në enët hermetike. Në këtë mënyrë ushqimet që qëndrojnë të freskëta për një kohë të gjatë dhe aroma e keqe do të zhduket në mënyrë krejt natyrale. Frigoriferi është thelbësor për jetën e përditshme, duke mbajtur ushqimin të freskët për më gjatë. Mirëpo, ruajtja e ushqimeve të ndryshme mund të çojë në aroma të pakëndshme me kalimin e kohës. Ndërsa përbërësit me aromë të fortë mund të jenë fajtor, ekspertët theksojnë se aromat në të vërtetë mbeten me kalimin e kohës. Kjo ndodh sepse plastika thith aromat, që do të thotë se në fund mund të jetë vetë pajisja që lëshon erë të fortë. Shpesh erërat vijnë edhe nga bakteriet që janë krijuar nga burimet ushqimore me kalimin e kohës. Ato lulëzojnë sidomos në zonat me më shumë lagështi. Ekspertët e pastrimit thonë se soda e bukës ndihmon për të hequr qafe aromat e këqija. Hidhni në një enë të vogël dhe mbani në frigorifer pak sodë buke për të normalizuar aromën e frigoriferit. Funksionon si një sfungjer për të thithur çdo erë të keqe. Thjesht mos harroni ta ndryshoni atë çdo muaj ose më shumë në mënyrë që të largoni kështu edhe papastërtitë nga frigoriferi juaj. Frigoriferi është një nga pajisjet më të rëndësishme, por edhe nga më të ndodhurat elektroshtëpiake. Ai ruan perimet dhe frutat, por nga ana tjetër mund të transformohet shumë lehtë në strehen më të madhe të bakterieve dhe mikroorganizmave. Solucionet e pastrimit duhet të jenë natyrale dhe të aplikohen vazhdimisht në frigorifer. Sipas Brightside ju rekomandojmë disa mënyra për pastrimin dhe disinfektimin e frigoriferit. Për pastrimin e tij nuk është nevoja të përdorni substanca agresive dhe kimike. Dëgjoni në këtë video solucione natyrale që mund t'i përgatisni lehtë në shtëpi dhe t'i përdorni sipas nevojës suaj. Në fillim mund të aplikoni sodë buke. Soda e bukës është një nga përbërësit ideal për pastrimin dhe disinfektimin e frigoriferit. Ajo do të largojë njollat e ushqimeve dhe neutralizon aromat e pakëndshme të tyre. Përbërësit që u duhen janë 3 lugë gjelle me sodë buke, 2 gota me ujë të ngrohtë. Përgatitja. Përzjeni sodën me ujë dhe
Prisni derisa të shkrihet, më pas e zhysni një sfungjer në këtë solucion dhe fërkoni pjesën e brendshme dhe të jashtme të frigoriferit. E lini lëngun të qëndrojë për 5 minuta dhe më pas e fshini me një leckë thithëse të pastër. Ky solucion mund të përdoret të paktën një herë në javë për të larguar erërat të këqija. Lëngu i limonit. Acidet natyrale të limonit janë fantastike për pastrimin dhe zhdukjen e bakterieve dhe mbetjeve ushqimore. Frigoriferi do të jetë më i pastër pa aroma të këqija. Përbërësit që u duhen janë: lëngu i 3 limonave, 2 gota me ujë të ngrohtë dhe filloni përdoreni atë. Uji me limon futet në një shishe spërkatëse dhe më pas spërkatni të gjithë frigoriferin me ujë me limon. Pas 5 minutash e fshini frigoriferin me një leckë të pastër. Këtë metodë mund ta përdorni të paktën 2 herë në javë për të larguar aromat e këqija të tij. Edhe uthulla e bardhë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Uthulla e bardhë është ideale në pastrimin e pjesëve të brendshme dhe të jashtme të frigoriferit. Uthulla ka efekte dezinfektuese në largimin e të gjitha mbetjeve ushqimore. Përbërësit që u duhen janë: gjysmë filxhani me uthull të bardhë, 1 gotë me ujë të ngrohtë. Përgatitja: ujin me uthull e hidhni në një shishe spërkatëse, e përdorni në të gjithë hapësirën e frigoriferit dhe pas 5 minutash e fshini me një leckë të thatë. Ky solucion mund të përdoret të paktën një herë në javë për largimin e aromave të këqija nga frigoriferi. Vaj ulliri me limon. Ky solucion rekomandohet për sipërfaqen metalike të frigoriferit ose për skarat e tij. Përbërësit: 4 lugë gjedhe me vaj ulliri, 3 lugë gjedhe me lëng limoni. Përgatitja: përzjeni vajin e ullirit dhe limon në një tas dhe më pas fërkoni zonat e njollosura. Pas 10 minutash fshiheni këto zona me një leckë të njom. Këtë solucione mund t'i përdorni një herë në javë. Zgjidhni një prej metodave natyrale të sugjeruara ose bëni prova për secilin prej tyre për të parë gjithashtu efektet më të mira të pastrimit. Mbajtja pastër e frigoriferit është shumë e rëndësishme për shëndetin tonë, pasi ndikon drejt për së drejti edhe tek ushqimet tuaja më të mira. Ajo duhet të pastrohet si duhet, pasi vetëm në këtë mënyrë sigurojmë të gjithë ushqimet të mbeten të ngrënshme. Ekspertët e pajisjeve elektrike vënë në duke disa gabime themelore që bëjmë kur pastrojmë frigoriferin ton dhe shpjegojnë se si ta rregullojmë atë. Shiriti elastik, që ngjitet në skajin e jashtëm të derës së frigoriferit dhe ngrirësit për të mbyllur si duhet, ka nevojë për pastrim të rregullt, ashtu si pjesët e tjera të frigoriferit. Për të pastruar ju duhet një furçë dhëmbësh e vjetër, uthull dhe ujë. Fillimisht e bëni masën duke përzierë një lugë uthull dhe një gjysmë gotë ujë. Më pas zhysni furçën e dhëmbëve në përzierje dhe fshini gomën tërësisht. Në këtë mënyrë do të mund të hiqni papastërtitë pa i shkaktuar dëm e gomës. Kur pastrojmë brendësinë e ngrënies së frigoriferit, është mirë që të lagni mirë leckën me sfungjer për pastrim dhe siguroni që të mos aplikoni solucione të forta. Uji mund të forcojë akullin, i cili mund të bllokojë qarkullimin e ajrit dhe të shkaktojë probleme me ftohjen. Megjithatë, kimikatet e forta janë efektive në dezinfektimin e sipërfaqeve, por mund të lënë një aromë të keqe, e cila absorbohet lehtësisht nga ushqimi ose nga akulli. Prandaj zgjidhja më e mirë për pastrimin e pjesëve të brendshme të frigoriferit është përzierja e uthullës dhe ujit. Nëse do të hiqni tërësisht sirtarin ose raftin, mund të përdorni edhe ujë me sapun në lavaman. Siguroni që t'i shplani dhe t'i thani mirë përpara se t'i vendosni përsëri në frigorifer. Nëse presim shumë gjatë për të pastruar njollat ose spërkatjet, mund të përfundojmë në shumë lagështi në frigorifer, gjë që mund të dëmtojë pajisjen tonë. Përveç kësaj, siguroni që më pas pastrimit do të jetë një proces më i vështirë që kërkon kohë. Një mjedis i lagësh dhe i errët ofron kushtet ideale për rritjen e mykut. Kjo është arsyeja se pse pas pastrimit siguroni që çdo pjesë e frigoriferit të jetë të plotësisht e thatë. Mos harroni se frigoriferi është një pajisje elektrike, ndaj kur e pastroni thellë, edhe për këtë arsye përdorni shumë ujë, duhet ta hiqni nga priza për të shmangur çdo rrezik të mundshëm. Ndërkaq ushqimi nuk është i vetmi gjë që mund të ruhet në frigorifer. Është e rëndësishme që ajo që mbani në frigorifer të qëndrojë sa më e freskët dhe më e shëndetshme dhe pa krijuar shqetësime. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose ofruesi të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mundësojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet.